të dim të paraqesim në tabelë e rrjetin koordinativ. Vitën për ta kryer detyra të ndryshme. Së pari mësojmë se çfarë kritere na duhen për rrjetin koordinativ. Pastaj punojmë detyra. Para se të fillojmë me punën me grupe, kisha dashur të bëjmë një vlerësim. Ju lutem ata që e kanë kuptuar, ngrisin librat. Mirë, librat simbolizojnë që e kanë kuptuar plotësisht. Pjesa që e ka kuptuar më parë, ngrisin fletorët. Mirë, ndërsa pjesa që nuk e ka kuptuar, ngrisin lapsat. Këtu po shohim rrjetin koordinativ. Është i përbërë për vijave? Shumë bukur. Është i përbërë për vijave? Horizontale. Aty ku ndeshet fusha vertikale. Kena vendosur mirë? Po. Tek e këto me kështë. Edhe i tregon mësuesit. Çfarë fushe kemi këtu? Kemi një fushë horizontale. Që kjo është horizontale? Vertikale është fushë. Vendose vetë, edhe i tregon mësuesit se çka ke fikur. A di më mësuesja? Na ne. Kjo është fusha vertikale numri 6, kjo është fusha horizontale. Por ju vetë të shuani më bukur. Mirë. Fjora? Tamen, ju lumë, i keni zgjedhur detyrat shumë bukur. Mirë. I kthemi faqet nga kamera. Valdre? Ju lumë, keni shkruar shumë bukur, por edhe më bukur shkrim. Në shkrim. Shumë bukur, por keni përdorur gumën. Gumën e kanë përdorur shumë me vend. Iri? Keni shkruar shumë bukur dhe i keni pasur mirë. Shumë mirë.